Përshëndetje të nderuar ndjekës të dashur, sot pranë jush do të sjellim një histori e cila ka mbërritur në kanalin Historiete. Do të ndalojmë tek një rrëfim i një zotërisë i cili ka rrëfyer jetën e tij dhe çfarë ka ndodhur më pas. Ai ka lënë gruan me fëmijët pasi që në jetën e tij ka hyrë një rrugtim i bukur ashtu siç e shprehën vetë zotëria. Nuk do t'i haroj kur vitet e para të martesës time. Ishin vitet që i ndërtua me ëndrat më të thjeshta. Një shtëpi, një familje, një jetë të qetë. Në fillim gjithçka dukej normale. Ajo ishte një grua që e doja, që më dukej e drejt për drejt. Por me kohën, ajo filloi të zbehej, ajo dashuri realisht. Të zhbohej si një ngjyrë që fshihet nga dielli pas një dimri të gjatë. Martesa jo nuk thye në një fush betej. Nuk kishte më përqafime, nuk kishte më sije, as një falemderit për mundin që jepja çdo ditë. Unë dilja nga shtëpia në mëngjes i zbrazur dhe kthehesha në darkë i lodhur, vetëm për të gjetur një grua që më priste jo me buzëqeshje, por me kritika, akuza dhe një zemër të mbushur me helmin e xhelozisë. Çdo lëvizje imja duhej të justifikohej, çdo vonesë në punë duhej të shpjegohej si një faj. Nëse isha i qetë, më thoshte se unë fshihja diçka. Nëse isha i mërzitur, më thoshte se nuk e doja më. Dhe unë fillova ta humbja veten. Nuk isha më buri që kisha qenë. Nuk qeshja më. Nuk këndoja më në makinë. Nuk e shikoja më veten në pasqyrë si dikur. Kisha filluar të mos e ndjeja më jetën. Dhe atë natë kur ajo më tha se do të vinte për darkë një shoqe e saj, nuk e mendova dy herë. Ishte thjesht një mikesh. Thjesht një njeri tjetër në tavolinën tonë të heshtur. Por Zoti pas ka forma misterioze për të na risjell shpirtin që ne e kemi të humbur. Kur ajo hyri në shtëpinë tonë, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer prej vitesh. Ishte një ndjenjë pa emër, nuk ishte vetëm një tërheqje. Ishte një lloj ndriçimi i brendshëm, një paqe që më mbuloi si një batanie e ngrohtë në mes të acarit. Ajo nuk ishte grua që bërtiste. Fliste butë, qeshte me sy, kishte vendosur një parfum që më dukej sikur më prekte shpirtin. Kur ul pranë meje ndjeva një val ngrohtësie që se kisha ndjer as në ditët më të lumtura të jetës time. I zgjata pjatën me sallatë. Ajo më përqafoi me një zë që më përkëdheli. Nuk kisha dëgjuar fjalën falemnderit prej muajsh. Ndoshta vitesh ju mbush gota me verë. Gotat tona u përplasën dhe ajo më tha, për jetën, për jetën. Një fjalë e thjesht, por që në atë moment më dukej si një mesazh i dërguar nga universi. Por fatkeqësisht, darka kaloi shumë shpejt. Por zemra ime nuk donte që ajo të ikte. Isha si një i uritur që më në fund kishte ndjer aromën e bukës së ngrohtë pas një dimri të gjatë. Kur ajo iku ndjeva një boshllëk, që se kisha ndjer as kur më vdiq babai. Ishte sikur më kishin marrë sërish atë copës shpirti që sado që e kisha rigjetur. Vendosa t'i shkruaj. E dija që ishte e gabuar, e dija që ishte e rrezikshme, por në atë moment, për herë të parë në shumë vite, unë nuk po kërkoja të tradhtoja, po kërkoja të shpëtoja veten.
Ajo më tha po, dhe u takuam të nesërme në banesën e saj. Më priti me buzëqeshje dhe as një pyetje, vetëm një përqafim. Një përqafim që më thërmoi çdo copës mërzie që më kishte ngrënë për brënda. Bëm dashuri si të çmendur, jo nga epshi, por nga mungesa, nga nevoja për të ndjerë sërish jetë. Ajo më shikonte me sytë që më thonë, mos ki frikë më. Ajo nuk më pyeti për gruan time. Nuk më kërkoi gjë, vetëm më dha atë që askush tjetër nuk më kishte dhënë, qetësinë e një zemre që të pranon pa kushte. Marrëdhënia jonë u kthye në një botë sekrete. Çdo ditë rija i mbërthyer mes dy realiteteve, shtëpisë time të akullt dhe strehës së saj të ngrohtë. Dhe çdo ditë që kalonte, shtëpia ime më dukej si një burg, ndërsa ajo banesë e vogël ku më priste ajo, ishte shpëtimi im. Pas një viti e gjysmë, që mu duk si një jetë, vendosa që të divorcohem. Ishte vendimi më i vështirë dhe më i çlirueshëm që kam marrë. Fëmijët e mi i dua pafund, por e dija që një baba i vdekur brënda nuk u sjell dot jetë atyre. Ish gruaja ime shpërtheu në akuza, fyerje, mallkime, por nuk më dhimbte më asnjë fjalë, sepse dhimbja ime kishte mbaruar. Unë tashmë isha nisur drejt shërimit. Dhe ajo grua që ishte thjesht një shoqe darke, sot është zemra ime. Është gjysma që më kishte munguar gjithë jetën. Kur më merr dorën, unë ndjej sikur bota ndalet. Kur më thot të dua, unë ndjej sikur jetoj për herë të parë. Nuk jam penduar. Jo, asnjë ditë. Sepse më në fund, unë nuk jetoj me faj, por me ndjenjë, dhe ndonjëherë ndjenja është më e shenjtë se çdo moral që të tjerët përpiqen të vendosin mbi jetën tënde. Unë nuk lash një grua për një tjetër, lash errësirën për dritën, lash heshtjen për buzëqeshjen, lash vuajtjen për paqen, dhe për herë të parë në jetë fillova që unë të jetoj. Kjo është një histori e shkruar shpirtërisht nga një burr i cili ka bërë këtë ndryshim jetësor.